Zhvillohet faza e dytë e projektit të investimit Hospitality Albania, i cili synon modernizimin e rezidencave qeveritare për t'i kthyer ato në destinacione tërheqëse për turizmin dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij deklaroi se në garë marrin pjesë arkitekt me prestigj ndërkombëtar, ndërsa po shkelet në një rrugë të re për t'i kthyer këto asete në funksion të publikut. Pjesë do të jetë edhe shteti si partner, duke shndërruar rezidencat në një burim tjetër të ardhurash. Gara zhvillohet për dy projekte, njëri prej të cilëve rezidenca qeveritare në Velipoj, aty ku në garë është edhe kompania prestigjioze Gjenis SHPK në bashkëpunim me Melia Group. Është një rrugë e re që ne po i shkelim, besoj unë, me sukses, por mbi të gjitha ku po praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë e interesuar, duke ndryshuar praktikisht hapasapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin, të cilat deri dje kanë qenë shumë bazike, shumë të drejtë për drejta, dhe e kanë privuar shtetin nga shumë kapacitete për të krijuar të ardhura. Rama në këtë mënyrë tha se do zhvillohet një infrastrukturë re financiare për shtetin, duke u bazuar në modelet më të mira, si Italia apo Spanja. E kaluara është e kaluara juaj. Nuk duhet që t'i hiqni syt nga e kaluara. Pra, vendimi më rëndësishëm mendoj është që të mbahet kjo vil, të ruhet. Kjo vil duhet të tregoj të kaluarën. Njerëzit duhet ta dinë të kaluarën e tyre. Por ideja është në fakt që unë kështu e mendoj. Kjo është diçka që kam mësuar dhe nga i mat, mikpritja. Ndërtesën ekzistuese e restaurojmë dhe japim një frym për ta çliruar, si thuash. Dhe mund të përdoret, siç e thash, edhe nga hotelet e tjera, mund të përdoret edhe nga banorët e zonës, pra është një pjesë që i shtohet, një vlerë që i shtohet zonës. It's very impressive. Është shumë mbreslënse kjo që na treguat. Është shumë e hapur. Duke dëgjuar idenë tuaj të martesës që përmendët, edhe unë vetë kam përvojën time, por doja t'ju bëja pyetjen. Sa kohë ju duhet që të merrni një vendim? Sepse të dy skemat që përmendët janë shumë mbreslënse. Zakonisht, unë në projektet e mia, nëse ka ndonjë gjë që mungon në kantier, unë ja jap përmes arkitekturës. Kështu e bëj. Kështu i kam bërë në gjitha këto rezervatet të themi natyrore. Kam ndërtuar në vendet më të këqija, të themi, në terrene më të këqija, sepse njerëzit i shkatrojnë këto vende po me qëllime të mira. Kur ke një pikë të tillë vrojtimi, kur je dera aty ke, si më thënë, te hunda dhe shikon plazhet, mendoj që ka disa raste kur është mirë që pjesa e lartë e kullës vrojtimit, njerëzit mund të shikojnë që aty, mund të shikojnë pyllin, mund të shikojnë perëndimin e diellit, sepse ka shumë ndërtime në Bregdet. Nisma Hospitality Albania synon të çlirojë dhe të maksimizojë potencialin e këtyre aseteve të veçanta, duke integruar në tregun fitimprurës global të turizmit, një sektor kyç për të ardhmen e zhvillimit të Shqipërisë. Projekti do të luajë një rol të rëndësishëm në rigjallërimin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave, duke i kthyer këto prona në qendra tërheqëse që reflektojnë harmoninë mes inovacionit dhe peizazhit unik natyror. Përmes kësaj nisme synohet krijimi një precedenti për zhvillimin e qëndrueshëm dhe efikas të pronave shtetërore, duke kombinuar arkitekturën bashkëkohore dhe teknologjitë më të avancuara me një vizion të integruar për luksin, mikpritjen dhe qëndrueshmërinë.